O në dasmën tonë, sonte është moj nata juve, o në shtëpin tonë. Mirë se vini, oj shoqni, o në dasmën tonë, do ta kallim, do ta djegim, mo për vllaun tonë. Sonte kemi filluar ndryshe, jemi këtu në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mire, këngës së bukur në Odeon. Në realitet, klipin që sapo e ndoqet është kënga më e re e realizuar nga Mihria, Lora dhe unë. Një këngë e bukur, verore, këngë dasmash sigurisht edhe klipi i realizuar nga produksioni Odeon, gjithësisht Dora e Platorit. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, e ne ecim tutje me spektaklin tonë. Jemi këtu në këtë skenografi tër glamur, që është dorë vendore, e që i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që bëjnë të mundur realizimin e këtij spektakli, sponsorët tonë. Jemi në ditë verë, në ditë ngrohta, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi një profesor shumë të nderuar, do të kemi humor e këngë, do të kemi gjëra të bukura që absolutisht vikendin tuaj do të bëjnë mëse të bukur. E ne pa humbur kohë, le të ecim tutje. Do të vijnë në vazhdim ato që na sjellin gaz në shtëpi tona, edhe në momentet kur nuk jemi të lumtur, por edhe në çdo moment tjetër. Janë ato artistet e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. O, mashallah të kuft, so mërë ma ishë qashti. Mirë mroma, i zoja shpise. Mirë mroma, zoja shpise. Në i bre,
Bëllë, A ke po, a ke buk, a ke mesh, a ke krejt A ki ato, a ki I kena këtore. ato, edhe mos I po që me ato kena krejlon me duqa, Ahmet? Po, kena dhe krelon. Ta man bo një duqa biqe. O, qa më bo një vakive? Ha, nona e vakive. Nona Hajde, vakive. Hina u lova, I lidha flek në peshker, kur dal, trak, shkoj struja. Qa mi u boton këtë në flekve? Ha, E ula që aty e prete, dikur në kish pa zonë gjume, pa orë struja. Po. Qa ashtu me peshker në kry? ha, Ka flejt, kur jem qunë sabah. Qa mu qu? ha. Arush. Ja, ishin rënis, luonat. Tak, me përshëndet, mbretreshën e ty në të re të gjunglës. Po ashtë nuk shtë në gjungën, po jetojnë a budal. Po nejse, një me qërë vend një nuk bo gjungën, po apet unë e kom një farë teorie. Për shambull, ka vendet të zhvilluara, Po, ka vendet që janë në zhvillim, ka vendet që janë të pa zhvilluara, edhe vendi unë. Unë me atë që zhvillume me. o mire ki, populli jun, e ka marrë të përzën, kur ka tunari I par, u dole ka shit lëpen për me shkollu kalin. Qa të një që e ki. Që dhe kali. Kë kali jem. Hej, halo për mgus për të rashti. Shë. Para me nëti, halo për mgus për të rashti. Qa që më ka bo nervozmi se pa dhëm, halo. Edhe ajtë mgus s'pi foli heq bre, heq si kon foli mo, as që pi foli. 30, masi që nuk I fol qa, e ka more, ka shkrujt një letër, ma ka lonë aty në tavolin. Zemër, që më nesër në ora 7 të mëngjezit, viz burri jëtë. Unë e hezë, vishë e mora letrën heza. Nesërën, po quhët aj në ora 10. Unë hezë, vishë risha që shto. Për fatë ke pe nervoze. Ta manë të dashtë mu që kur e ka pa një letrë në tavolin. Që ora 7 e mëngjezit, viz gruja jote. Po, mirja ki me që nga qa po të thëmë, Ha, që I selam ati burit tënë, ha. thu I ka thonë kulja, o ti, a je mirë, nuk ka gratë të rasha, ka veç tesha të ngushta. Po dhe. A mëre vesh, edhe në të të mëra dhe pikë. Që? Unë e mërë me menti tek sët, e mora vesh pse unë e po troshna. Tu fërkutoj lo, pëshën shampan të emin shkujke, për ma shumë vëllum. Pe nesër me komula me shampan të enve, se në të shkrun hez I ndyrat ma të forta. A, ku, për këj e barkin ma shumë me të boj I shesht, për Një me adil, nëse dënë me të duk barki ma I shesht, vizat e ja vetit këthizën për masën shpin. Hajdin, para zdo muje që pa ta shku të një doktorit. Pa të thonë, ti gjithë që dush me hinë djetë. Thash po, pa që djeta? 300 gram kungullesha, 200 gram karota, 200 gram spanash, edhe lakën sa dush ti. Thash, doktorit shumë mirë, po thash, am du të me qitë zilën rrës qafës, apo mëj me kullotë edhe pata. Pata së më nësh me kullotë. Se dhamin eshnat, së më nësh mu laku. Dhamin eshnat, gujt. Edhe aty s'ka kur gjëmëll me hangër. Pse se ki vetë doktoreshën, mi thonë doktoresh, që po na vamin eshnat, a do me thonë që halojnë atë urita? Ja, a ditë që po thuti amëll, po amëll.
Problemi është që nuk është që i ha unë e amël, po që unë e amël ha. Qashtu është. Po, pra. Ti edhe jeton amël. Që ta unë e thëmë, ju do statë tu. Jeta i ka 2 regula. Regulli i parë, kur më su dërza. Regulli i dytë, regullin e parë, kur më se harë. Mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni dhe nga do që të jeni. Ja ku jemi së bashku në spektaklin tuaj të madh Odeon. Të nderuar telespektatorë, spektatorë të dashur, sonte do të jetë një mbrëmje bukur, me shumë gjëra të bukura, do të kemi shumë çka. Do të jetë tepër e veçantë dhe do të flasim veçantë. Zonja dhe zotri, do të vinë në vazhdim një grup adhetarësh, aktivistësh e misionarësh dhe le t'i ftojmë ata pa humbur kohë. Aktivisti, adhetari, magjistri, zotri Elmi Berisha. Rama mi serve. Ka të kemi unë një karike tuaj. Ecim tutje, te për veçant. Një dit, dikur vetëm andronim. Një dit i kaptuam edhe malet për të parë njëri tjetrin. E kishim dëshiruar. Me rënë Gatropoja, i lindur në Kosovë, një adhetar që tër jetën ja kushtoi Kosovës dhe dheut të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonja zotri Sabit Bytyqi. Mirë Sabit, mirë se erdhe, është kënaqësi që kemi këtu. Unë një aferin miu. Ecim tutje, zonja zotri, do të vinë në vazhdim një njeri që një dit nga dhuna u degdis në botën perëndimore, në Gjermani, dhe që nga atje bëri gjithçka dhe gjithmonë para dheun e tij. Zonja dhe zotri, profesor zotri Sebastian Nuici. Sebastian Nuici. Zonja dhe zotri, magjistër Naim Dedushaj. Mirë Naim, mirë se erdhe. Unë një këtu. Ecim tutje, do të vinë në vazhdim një emër i dashur, i rrallë, i çmuar, një epokë me vete, jo vetëm një këngë, një kaptin këngësh e veprash artistike. Ajo u laureua nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me çmimin më të lartë, mjeshtër i madh. Derisa ne po flasim dhe presim që ajo të vinë në këtë skenë, ndjekim sekuenca nga momentet më të bukura, madhështore të dekorimit të saj. Dhe le taftojmë atë me shumë dorë trokitje e me këngë. Zonja zotri Shkurte Peza.
aplauste! Edhe une jam njëri ndër ata që pata nderin në nënshkrimin e presidentit të Shqipërisë Bujar Nishanit ta prezentoj e ta jap ty edhe një herë me njohen më të lartë mjeshtër i madh. Faleminderit shumë. Edhe kjo këtu, ë? Po. Kjo është për kamerat. Faleminderit shumë. Shkurtë shumë faleminderit. Faleminderit edhe tyre. Një ditë veç e kishim andruar, sot e kemi realitet. Urime, në emrin tim, në emër të Odeonit, Radio Televizionit 21. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shkojmë bashkë ulemi në vendin tuaj. E pra, jemi rikthyer në këtë atmosferë të bukur këtu në spektaklin Odeon, në këtë panel të shkëlqyer, mysafir të nderuar, zotri Elmi, Sabit, Sebastian, Naim, Shkurte, mirë se keni ardhur. Zoti Berisha, është bukur që ju kemi sonte këtu në spektaklin tonë Odeon. Zotri Elmi Berisha, kur flasim për Mërgatën, ju jeni relativisht i ri, por me një bagazh të rënd aktiviteti e suksesi. Një CV-je juaj më thotë se ju keni filluar jetën tuaj, fëmirin tuaj në Këpoz të Klinës. Atje keni mbaruar shkollimin fillor, pastaj shkollimin e mesëm. Dhe më pas keni emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur e morët vendimin për këtë gjë? 1989, në fund 1989. Arsyeja ishte? Proceset politike, pastaj ishte koha kur në gjeneratën time kërkoshin të shkojnë ushtar, pastaj edhe kombinimi të gjitha gjonave dhe proceset politike eskaluan në atë kohë në Kosovë. Në Kosovë, ndiqeshit për të shkuar vonë shumë ushtar në Ushtrinë Jugoslave. Kjo është arsyeja e parë. Si e keni përjetuar? Ka qenë rënd? Ka qenë rënd ky vendim? Shumë i rënd. Sepse ishit i ri, sigurisht ëndrat ishin këtu. Ëndrat ishin komplet këtu dhe nuk kom andru ndonjëherë me shku jashtë. Bile lema në Amerikë shumë. Atje keni filluar studimet universitare. A mund të na thoni në çfarë universitetesh keni studiuar? Sepse ju goxha keni lëviz në për universitete amerikane. Po, do të jam nisë për Amerikë 1989, kom rri 1990. 4 janar 1990, kom bën 3 javë më shkuar. 3 javë më rri në Amerikë. Zakonisht shkohet për 10 orë, 10 orë gjysmë kështu. Po, 10, pak më ndryshe. Kështu që I paskera ma shkurt. Pak më shkurt. Me atje kisha dajin, pastaj e kisha një pak me letë, sepse vërtet e kisha dajin atje dhe u akomodova tek shtëpia e tij dhe më pastaj fillova punën më njerë, mas 4 dite realisht. Dhe dëshira ishte që të mësoj anglisht sa më parë, të komunikoj dhe të gjoj një punë të përshtatshme. Nuk e flise as pak anglishtën, sepse në shkollën fillore dhe të mesme gjuhë franqeze. Dhe më është më njerë mu aktivizu në shkollat natës dhe kum fillu të mësoj gjuhën. Ma pastaj më njerë kom vazhdu edhe me college, një local college që ka qenë Dutchess College, pastaj kom vazhdu në Madison University, Wisconsin, Georgia, një universitet tjetër. Drejtimi? Business and Management. Business dhe Management. Pa. Dhe kjo është ajo trampolina që në të ardhmen ju krijoni biznesin tuaj, Berisha Brothers, ha? Ja, Berisha Brothers. Por shiko ta them një tjetër, që asnjëherë s'kam menduar të jem ekonomist. Kam menduar të bëhem doktor, si ti na. Vërtet? Vërtet, por tash që nuk jam doktor, jam shumë i kënaqur që bëhem ekonomist. Patjetër, sigurisht. Ju më pas keni ndjekë edhe studimet pas universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam ndjekë edhe, realisht kam kry 2 universitete dhe një universitet interesant që kam kry është në Connecticut, New Haven University, kam pas një profesor të famshëm, Dr. Henry Lee, Forensic Science. Do të thotë kjo ka qenë pak interesante, kulmi. Çka e karakterizon këtë universitet apo këtë drejtim ose edhe vetë profesorin? Profesori është një doktor i forensikës i njoftën në tërë botën. Dhe për zbulimet e tij. Dhe goxha e munguar tek ne, sidomos pas luftës. Forenzika, goxha e munguar, goxha me ket, themi na. Shumë e munguar. Më pas studimet postdiplomike ju keni bërë edhe punime shkencore dhe punim magjistrature e keni një vepër leadership. Leadership, po. Kam një libër leadership. Në cili ka qenë motivi që
përcaktoni pikrisht për këtë temë magjistrature? Po shiko, krejt aktiviteti shqiptar-amerikanëve, po flas për timin tani, ka qenë i imponuar. Nga vitet 90 Në vitet 90-ta, kërkush s'ka dashur më bë aktivist, edhe më shpenzu kohë dhe pare për çështjen kombëtare, kërkush s'ka dashur më bë politikan, lemo diplomat që është vështirë të bëhet mbrana disa vite, kështu që këto janë imponime që na u kanë bërë ne shqiptar-amerikanëve dhe duke kalu në për këtë periudhë shumë interesante, goxha të vështirë, gjatë studimet mia kam menduar si ta bëj një analizë të mirëfillt të leadershipit. Kush është lider? Pse është lider? Qa duhet me bë me qenë lider? A Si lindi duhet jetë lider? lideri? A lind lider apo bëhet lider? Kjo ka qenë arsyeja pse më ka motivuar. Dhe kam pa shumë lider të botës, por kam pa një lider shumë të madh tonin dhe ai ka qenë motivimi im. Lideri, motivi juaj kryesor, presidenti djerë, Ibrahim Rugova. Presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Ai është motivi kryesor. Dhe ju keni qenë pikërisht përfaqësues politik i presidentit Rugova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë zyrës së të madhërishmit të madhit mikut ton, mikut të shqiptarëve Bob Dole. Po. Cili ka qenë roli i kësaj zyre, sepse ai ishte ambasador nderi i Republikës Kosovës i emëruar nga presidenti ndjerë Ibrahim Rugova. Po pas kalimit të 10 vjeçarit dhe pasi që u liru Kosova, gjatë sistemit paralel senatori Dole dhe shumë mes tjerë shqiptar amerikanë që kanë punuar në Kongres dhe Senat, nuk kanë dalë punën e tyre rreth Kosovës dhe jenë mundu sa më parë që ta bëjnë shpejtimin e arritjes së pavarësisë së Kosovës. Tani, zyra e Kosovës, po të thëmë zyra presidentit Rugova, të jam shumë i sinqert, që e ka përfaqësuar tër Kosovën. Dhe pse e ka qenë president dhe ka pas divergjenca në parti politike, unë me kërkesën e tij kum përfaqësua dhe ata pa ditë ata fare dhe gjithmonë po them në aspektin pozitiv. Gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarë. Kështu që e ka luajtur rolin pak a shumë, ndoshta më shumë se ambasada sot në Washington. Në periudhën kur ju keni studiuar me shumë sigurisht me shumë probleme, me shumë sakrifica, punë ditën, mësim natën, apo e kundërta punë natën, mësim ditën e kështu me radhë. Kjo periudhë koincidon edhe me një periudhë shumë të lavdishme, do ta quaj, të rezistencës së gjithëmarrshme shqiptare në Kosovë, por edhe me diçka që për neve ishte një shpresë e madhe. Do të lidhe me atë të ashtu quajtur në kërcënimin e kërshëndellave të presidentit Bush, i cili vën një vit të kuqe për Miloševićin edhe Jugosllavinë diktatoriale në raport me neve shqiptarët e Kosovës, ku thot këtu s'ka lohet vija kuqe. Në këtë periudhë ku keni qenë ju? Keni qenë në linjë të këtyre aktiviteteve të shqiptarëve, se kishte aktivitet të gjithëmbarshëm shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sigurisht që kam qenë me kolegët e mi, mes të mi, 12 që kam këtu afër, shumë të afërt. Sabitin edhe Naimin, e? Sabitin dhe Naimin, Naim dhe Dusha, Sabit Bityqi. Dhe ai proces i vogël i imi, kurse i Sabitit 35 vjeçar deri në atë kohë, tash edhe më shumë, koincidon interesant sepse në atë kohë senatori Dole, miku më i madh i shqiptarëve, humb betejën për kandidat nga ana republikane, humb betejën tek presidenti Bush Senior, dhe tani ai vjen bëhet kandidat i republikanëve për president të Amerikës. Si mirënjohje, presidenti Bush i kërkon senatori Dole që të bëj çfarë një kërkesë interesante të fuqishme që ai e don nga ai, do t'ja një favor. Dhe suportuesi më i fuqishëm shqiptar për senatorin Dole, Jimmy Gjema, i lutet senatorit Dole që të kërkoj që Amerika, derisa atë konfliktin në Republikat e Jugosllavisë veç filloi dhe ishte aktual, frika ishte që shumë shpejt do intervenohet në Kosovë ushtarakisht. Dhe kjo është një hipotezë që Jimmy Gjema i ka kërku senatorit Dole që të kërkohet që Amerika ta bëni commitment drejt për drejt. Çfarë do të thotë? Të vëj një vit kuqe. Një vit kuqe, do të thotë vendosmërisht të kërkoj që Serbia apo atë regjimi Miloševićit nuk ka drejt të intervenojë ushtarakisht në Kosovë, përndryshe ne do të veprojmë ushtarakisht. Kjo ishte kërkesa e shqiptarëve, që Jimmy Gjemës tek Bob Dole dhe Bob Dole tek
Bush. Tek Bushi i Bush. madh, Bushi senior. Që karakterizon këtë, unë mendoj që kjo është themeli i shtetit Kosovës, me këtë vit ku që ka filluar krijimi i shtetit Kosovës, sepse identifikohet qartë pse ka kërku presidenti i Amerikës, çfarë ka kërku? Ka kërku që mos intervenoj ushtarakisht, sepse ne do të intervenojmë ushtarakisht. Ky ka qenë mesazhi dhe ai mesazh u përcjell deri në pavarësinë e plotë të shtetit Kosovës. Zoti Berisha, faleminderit, do të jemi akoma bashkë. Zoti Bytyqi, është kënaqësi që ju kemi sonte këtu në Odon, në panelin ton. Zotri Sabit Bytyqi, zonja e Zotri, vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rënë nga Tropoja, në Bytyq, rënja e familjes tuaj, apo jo? Po, ashtu është. Bytyqi është Bytyqi është malësia e Gjakovës, është afër kufinit. si vilajet gjithëri Kosovës, ë? Shoqërgati ai kufi, nuk është aty, është vetëm formalisht po më duket, po ashtu jemi quajtur malësia e Gjakovës. Fatkeqësisht në kohë të komunizmit, Enver Hoxha tha nuk duhemi u përzir në punë të brendshme Jugosllavisë. Jugosllavisë, edhe i ka thënë rrethi Tropojës, por Beti, këndej dhe ashtu, por në vërtetën Beti e gjithësisht iku nga dhuna dhe familja juaj, dhe ju jeni lindur në Kosovë, në Magure, të Lipianit. Po, ashtu është. A jeni rritur aty, jeni shkolluar Po, aty? deri 15 vjeç kam qenë. Deri në moshën 15 vjeçare. Në Magur? Magure, po. Gati një vit në Prishtinë kam filluar shkollën ekonomike, derisa një vlla iku edhe ai, vllau i madh Sejdiu. Vllai i madh Sejdiu ishte mësimdhënës, ë? Po, ka qenë një vjet mësimdhënësimi, kur pastaj ka vazhduar gjimnazin e lartë edhe. Sigurisht nga dhuna e dy fishte, edhe regjimit, edhe diktaturës, edhe ideologjisë, edhe të gjitha, ju një ditë keni emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po. Si 15 vjeçare? Kom qenë ashtu 15 e gjys. Po. Kur keni arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kur keni mbrri atje? Atje kemi mbrri në nënor të 68-s. 1968. Po. I bie dikun gati 3 vite pas vdekjes së Frans Tilianolit. Ashtu. Më ka gjunasi se keni takuar. Vërtet. Sa ka qenë gjallë. A i keni takuar dishepujt, bashkëpunëtorët e tij, shokët e tij? Po, i kam takuar në vërtetën edhe është atje një qytet i vogël, quhet Jamestown. Edhe është New York State, por shumë afër Kanadas. Aty kanë qenë shqiptarët e vjetër, domethënë edhe para nesh që kanë Të shkuar. koncentruar më Edhe shumë. ka qenë një Skënder Selmani i ndjeri tash, nuk është edhe, po ishte lindur në Amerikë, por kishte një bibliotekë o librari Shumë të pasur. Shumë të pasur. Fliste shqip, lexonte shqip. Edhe ai ka qenë kisha ortodokse e fanolit e Kisha autokefale shqiptare në Jamestown. Jamestown. E aty fanoli ka punu një kohë. Edhe Skënderi më tregonte për te, ka punu me te, dhe tha edhe i ka pëlqyer sepse ky ka qenë një studius, lexues, edhe kështu ka shkuar, ka vizitu vazhdimisht. Edhe fanoli ishte thot i vogël, kështu, por ka qenë një orator i pa. Ju keni takuar edhe shumë atëtar të mëdhej që kanë bërë gjithçka për Shqipërinë, Po. për tokat shqiptare në atë periudhë. Shumë shpejt keni takuar njerëz të sakrificës që në ditët e para, Po, e vërtet është. Njeriu si ka qenë për Kosovën, edhe kur ka vdekë e kemi prunë, e kemi varros në Kosovë, ka qenë, e kemi quajtur Bab Tahiri, Tahir Kërnoja, i lindur në Kërnoj të Malësisë, në Tropojës, edhe Tahiri ishte një inspirim imi personal edhe në vllazëve, sepse erdhi me na vizitu në shtëpi. Edhe me njerë, sa po keni mas bërë një javë, kështu një javë dhe ditë kështu. Si ishte zakon me vizitu, kanë nërë shqiptarë 3 edhe kë ishte ne para nesh atje. Edhe më thëtë, qenë këtë djali i mirë, thëtë, nesër, thëtë, kam disa letra me shpërnda, thëtë, para kohë me bashku me, a kështë mujtë me më ndihmua. Me të rëgu drejten qysh se aty ka fillu aktiviteti juaj. Ishin afisha ato të shkruara? Afishe. Çfarë shkruante në to? Kjo ka qenë ma vonë u formuar rinia kosovare në botën e lirë, cilës sekretare kemi pas Mali Qarifaj, shkurta më të njofin. Nga Suhareka, Ferranda. Nga Suhareka. Edhe Maliqi vetëm për arsyet ati në nënshkrimi s'ka mujtë marrë në Kosovë për 35, deri për 35 vite, apo më shumë? 35 vite, edhe ma shumë. Aktiviteti juaj, çka synonit? Ka qenë për 35 vjetë, kemi shkep 4.000
trakte në mujtë. Si asnjë parti, asnjë grup tjetër nuk ka bën aq punë Para kombëve të bashkuara. para kombëve të bashkuara. Çka kërkonit në ato afishe? Ato kërkonin të drejtat e kosovarëve, Kosovën në Republikë. Si edhe ne mushim me ju bashkangjitë edhe kërkesave si kërkonin kosovarët. Po. Për Kosovën në Republikë. Po edhe ma tepër, po. Më dikur për hartën ato, çdo ato trakte mrapa ka qenë harta e Shqipërisë etnike. Keni qenë më pas, gjithësisht jeni edhe sot antari shoqatës Vatra, një shoqatë kjo adhetare, më e vjetër se vetë shteti shqiptar. E vërtet ashtu. Vazhdoni aktivitetin tuaj aty? Po, jam në kryesin e Vatrës, edhe Elmiun tash është si ka qenë antar më i ri, po tash është në kryesin edhe kanë formuar një deg të Vatrës në Upstate New York, po kanë me një 70 antar të ri, edhe vazhdojmë, tash e kemi pasur konventin e Vatrës, edhe kemi bën zgjedhje të reja, kështu edhe po Vatra është një Zotri Bityçi, akoma do t'jemi bashkë, akoma do të bisedojmë, do t'i lëm radhën tani në këtë spektakël. Do të vinë në vazhdim artistët e humorit, zonja dhe zotri, Adnani, Halimi dhe Eqremi, alias Polici, Kryeministri dhe Jakub Krasniqi. Stop ju lutna, parko është emision qëtu. Urna? Parko pa me emisionin, kalja 4 shajat. E kemi parku, i kemi ndez 4 drita, Mirë mos u gut, qetësov, qetë një farë kontrole rutinore kështu. Pa para lajmërim kë? Tit, ha, shqip të hekrita? Aha, thash koma për të banë, okej. Mirë në regull është, a ki leje qarkullimit ti për këtë emision që përbën? Lejet qarkullimit, jo veç lejet njoftimit mu isha me gjithë. Dokumentat e emisionit. Zotni, ha, mirë shumë. A, ne ma bazit e, ha? Po, Si e? mirë ju falenderit. Pak shpejt pikra emisionit, nuk djapetin? Po noshta, noshta. A ka dënim për këta? Edhe plus kësajna den korrekt pas ka fat të emisionit. Shtyje, s'ka t'ja fatin pak, aty se dvynë, edhe bile edhe për i vetë. Me kërkesën e Në publikut, regull, do të këta zgjasim. musafir për Amerika, Po, musafir për Amerikanion, këta zgudzon hello, pas how are you? dokumentat What's up, man? I kem su këtu, a? Anglisht e nujti kështu. Uj, policia Kosovës, ha? Krejt, që shkur të fiza? Allah be, najmë që ju VIP në me të burë. Pse? Sartë, ju nalëm, garant, ati 80 nërët, ju 100 nërët të arë shpejt, je kam një koncert, je një humanitar, je një sa kam të heret, je falim, je më sëmë të ne, hitë kam që muzatit me juve. Nuk vozit shkurtja, vozit hajrushi. Po, hajrushit e po shkurtja më knej. Ajo, baza, po gjithë shka është në regull, muni me ardhë, është tereni pastër. Hajde, po, nësë nisën me herë, unë jam të prisë, problem. Aja u pastrove terenin, a? Jo mirë këta dy bashk. Faleminderit shumë. Mirë ma gjithëve. Përshëndetje. Mos ma ha se të vrash për të Ruje. I qeverisi parlamentit, mirë, qëta për në rej. Mojë ngoj mos në përbi tami, nej. Po kry. Jo, këni arë me doj qmim, po. Mund të avim personin. Po e bërti. Miri! Miki! Miri! Përshëndetje, përshëndetje nderuar. Mirë përshëndetshëm shumë, jeni gjojnë të amon që dojtë. Mirë ma gjithëve. Mirë mbrëma, përshëndetje të gjithëve. Unë si ministër me kry i qeverisë e Republikës e Kosovës, E vërtet. si ma i madhe i qeverisë, si ma i gati i qeverisë,
si ma i hishmi i qeveris, si ma simpatiku i qeveris, si ma manikeni i qeveris, si kishti ma i quti Republikës e Kosovës. Une këtu duat po të nësoj qartë, une që moj lartë, punën e mirijes, angazhimin e mirijes, iPhone-in e mirijes, SMS-at e mirijes, edhe adapterin e mirijes. Miria është një mrekulli në këtë vendin tonë që e kemi, do ta kemi dhe do ta keni. Por, këto din Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bruxelli e din edhe tuna me gjillëzoj. Andaj, Mirije Braha është një gru e mrekullueshme, të cilin e ka pas fatin Naimovski. Që ta rëmbej me dashurin e ti, i cili e ngërthen, e që ngërthen. Sepse Mirije Braha ja hap dyert Kosovës drejt salonit, dhomës fjetjes, kuzhines, ka terasa e drejt në Bashkim Evropian dhe në NATO. Une sa isha në Bruxelles, bisedoja dhe negocioja, por e kam shtruar edhe çështjen e mirijes. Kam potencuar si miria është një person me ndikim në faktorin ndërkombëtar, naimtar dhe abastar. Dhe thoja, po të ishte miria, do thoja, pa u faru dje me qika, kur nuk ndahet Mitrovica. Hashem, që ta është pak që kjo kongë është e shkurtës, mos e shkel drejtën ato triali, okej? Bac Jakub. Ka kom që të një diçka... Opozita. Bac Jakub, unë i Mirije Brahës, ja kom thurë disa vargje. A ka mundësi me më përcjell? A ishte e vërtet. Oj miri, e mira miri. Kusht ka qitë me kryen hi. Ti gjithmon këtë është fli. Kur s'ke ja pare veresi, e ki burin trim da i. Faleminderit, ja kom thonë një varg, shkëtqyshe. Është e vërtet, ky ka njëre kur mënot me thurë, e që thurë krejta. Që edhe kën ka qik dë vetë, mënot ishka me thonë, mënot ishka me dinë. Kove të funi si dhe mësë e ka lezon bengi shumë, e ka lezo pullat e Petriti qëtash. Unë si minister, jo më falni, unë si... Shka e mbroni? Mirije Braha, Ti e kryetari ku vendit edhe mos o habet ma. Po harrej se këni pas me bo kryeministeri. Kryeminister? Sa t'jam gjallë unë s'te ke po atë film. Sa t'je gjallë t'i kime po atë film edhe kime po në 3D bile. Son të është një rast shumë i madhë. Plotna. Një është atë dy është rasti. Unë do t'i thëmë disa fjallë mira dije, pse jë dhe pak da fjallë se bahate. Për mihrien fjallët nuk nalën 24 orë me full. Online. Op. Po unë i këmë thurë disa fjallë që janë pak si, matë mi. Të mira. Jo, matë mira. Në sonte jemi këtu, unë dhe kriminisi, për një rast shumë të veçantë, për një personalitet që i dha frym këngën Shqipe. I dha dhe frym artificiale, kur është kënga Shqipe shumë keq. Mihria i dha këngën Shqipe shpirt dhe mesh. I dha mesh, vici edhe mesh pulle. I dha mesh qune. I dha ka qek edhe qaf.
Po, I ka vonë edhe shpatëll. i ka vonë edhe shpalltën që shpeset hashimi. Mehria i dha edhe mushkëni, bardha dhe zeza. Mehria i dha edhe voka një herën sy edhe në hunë. Mos me zgat ma shumë, Mehria konë dhe do të mbetet një hero e kumbit, po di Prishtinë Mitrovic. Mehria është e vetmja që ka hi komsëri para natës. Kjo gjënojt so pushken e ka lyp kusht jepke. Mas ne e doll me papuqe, edhe i ka tram armikun, po. Tash edhe fillim që fjallë për Mehrien, ka shumë fjallë, ka donë loti fshije, po. Ka fjallë shumë për Mehrien, po do të këtu ishe disa fjallë, pak a shumë, pak ma të veçanta. Shumë falemderit. Falemderit. Ishte knasi për mu është një rast shumë i veçantë që të ndoj një qmim, do të të mërë një fjallë miradinje dhe tema si kje. Është nderë Është nderë, edhe po. knaqësi, faleminderit shumë për respektin që po mbani. Që them të drejtën, po ndjehem shumë emocionuar. Mos u emociono, banu burr, banu na e papas. Lutna. Faleminderit edhe një herë, faleminderit publikut, faleminderit juve, respekt për mysafirët, respekt për gjithë. E kuptoj se në këto momente është shumë shtirë me gjithë edhe fjallë. Na shta gjon fjallë, po gjon fjallë pa lidhja, pëtim. Për me gjithë fjallë, ta mën fjallë, me kuptimin e fjallës, po, ti që përbën kështë, dhe me thonë është shumë shtirë. Atëhere, Mehrie, kjo është një dhëratë shumë e madhe për ty. Si mjeshtri maj madh i kung fus. Faleminderit. Faleminderit shumë. Qau pobre? Shan këtë fakt. Ne se më falë, për i gzimit, ati për emocione pak, thash. A ju tut pak, a? Se dhune pak po, veç. Ja, zakonisht nuk tut na pëthojnë është mirë murua, pëtin. Kryeministër, a tuta? Jo. Po, Mehrie, Ky çmim që po shihni E mu- është shumë i rrallë. Ky çmim që po shihni është shumë i rrallë. Ky çmim nuk mund ta shohin të gjithë ata që e shohin Mehrien. Andaj rreze që i lëshon Mehria, me të vërtet është ky çmim shumë i vogël. Urime, suksese dhe Faleminderit edhe një herë, faleminderit shumë. atëre urime, ta Faleminderit edhe festojnë një me herë. zamër e jo Po. me armë. Jo malti. Faleminderit. Jo me alti? Po, di një Po, një malti. që lypsha qatë pushkën tonë kona, ka dhe një pushke dhe për mu më rehej. Ka, se Ka? pja lip kupës tash, normal që ka. Ku? Qa A ku? ka? Po, Ka se mush sa prej fuzulloj, ka doj. që e mere. Po kjo s'di, s'kërset, jo. Së tot një jo. Miri, nalite, miri. Po mos së tot një jo. Jo, Shok, ka se se rekfore. e di që je emocionume, po kjo nuk është Po mos, se prit kjo... brëse u gëzova për qitë shmem. Po, Mihrin, ki ko më gëzuën dhe në shpesë, me këto... A di që... Mihria do të thëtë edhe frizurën që e ka bo me një thonje, pa full, me një thonje që të bashkohemi të gjithë që ty edhe që ty ta mojnë a Kosovën. Ja që të frizur ma po një lumja ma pas ka bashku. Okej, hajde në regu. Atëherë Mihrie, i more këto shmime, Po. Zoti sholla ta bën, s'pëti që ka me thonë veç, a ki mundësi për publik që ti kënën 2-3 konga ma Patjetër, shumë, për patjetër. arsye se Me shpërblime i keni heq krejt, Rënoft presidenti i Shqipërisë i ka bo shpërblimet që. Kryeministër? Na kemi edhe E shpërblime ju i keni tjera. hek krejt, edhe do që i keni pas i keni hek. Zotri Abazi, ne jem duke diskutuar thellë gjatë këtë çështje, por kemi diskutuar me Bacin Jakub që për vit të ri të shpërndojmë çmimet na shta bin pak në lirim. Të ko gjash trajt. Edhe Rënoft shkurt e fejza që e merë këton nga presidenti Nishana. Na jemi shumë të lumëtër, na e Abazi, që shkurt e Feza kam rrinë Shqipni me marrë një çmim si mjeshtri i madh.
dhe më thonë është kënaqësi. Por Shumë e miria madhe. ka fillu prej Kosove, çmimet në Knolën dhe New York. Urime Puta, Faleminderit. ja pa shojrin, si mirë se shumë e madhe këngës e Shqipe. Faleminderit Ja shumë. konjë. Urime, të gëzoni, Faleminderit. të trashëgoni. Faleminderit. Suksese punëtor. Faleminderit. Kënaqja këngës. Pas Jakob. Ka përrimis. Nëse do me dal, ti mos u vono, mos tu jas një fjal, mos më provoko, dua të festoj, e të knaqem krejt, ti më lërë hat, se të kushto në shtrejt. Eja në të dënat, eja du me pas mangat, eja mos më mbani nat, se jam qokolat. Eja në të dënat, eja du me pas mangat, eja mos më mbani nat, se jam qokolat. Oh,
për pasaj atmosferë të bukur që në kanë sjellë artistët e humorit dhe Mihri e Braha. Zotri Nuiqi, Sebastian, ju jeni lindur në Kabash të Vitis. Aty keni mbaruar shkollimin fillor. Ato të mesëm? Në Kroaci, në Zagreb. Në Kroaci, Në Kroaci, në Zagreb. Më pastaj keni studiuar në Prishtinë, Universitetin e Prishtinës për histori. Historian i Universitetit të Prishtinës, si diplomuar. Në cilat vite, zoti Nuiqi, keni studiuar? Prej 70-ës deri në 74-ën. Deri në 74-ën. Momentet bukura, zhvillimet bujshme në Kosovë, në atë periudhë, gëzimi madh për universitetin që po krijohej e kështu me radhë. Me siguri po. Më pas keni punuar si një profesor shumë i adhuruar në Viti, në gjimnazin e Vitis. Për shumë vite, Po ishin mbi 20 vite me radhë kështu. 20 vite në arsim keni punuar. Po. Dhe më pas, në vitet të 90-a, në vitet të vështira për shqiptarët, shumë demonstrata, ngjarje të bujshme, helmime të fëmijëve e kështu me radhë, ju me tërë familjen thjesht jeni dëgdis, dhunshëm në Gjermani. Në cilin vit, strikt keni emigruar në Gjermani, Sebastian? Vendimi për me elshue Kosovën është marrën në vitin 1990. Ka qenë një vendim shumë i vështirë për mua, i cili me ka mundue mas pakti një 6 muaj radhë. Tash duhesh të dalsh të shkojsh në një vend ku kur se ki pa, se ki njoftë. Dhe të kryojsh përsëri një jetë të re atje. Sigurisht vendim i vështirë. Shumë i vështirë, dhe ishte aja kryesorja shka me nxiti të shkoj, ishte helmimi i nxansave, i 7-8.000 nxansave, të shkollave të vjeçare në përgjithësi, në mesin e tyne ishte dhe vajza ime e dyta 9 vjeçare, atëherë helmuame. Dhe jo vetëm që ishte helmim, por edhe nuk në lërshin, as nuk guxojshëm, as ti mjekojmë, as ti qojmë të mjeku ata fëmi. Po, sepse përshkruan sikur shkirje, inskenim. Ishte fëmiu 9 vjeçar, 7-8 vjeçar, ishte artist i Hollywoodit. Kështu e spjegojshin ata. Dhe nuk ishte e vërtet, të më thonë si mas gdjeshtrave të mashineries e cila e kishte kurdisë edhe helbimet, ne ata nxansa, ata fëmijët e vogjël ishtin artistat e Hollywood. Në ndërkohë që bashkë me shumë shok kishit themeluar shoqatën Nën Tereza, për t'i dalë në ndihmë popullit shqiptar, kudo që ishte, sidomos në Kosovë që po përjetonte fillimin e një Golgote. Aja ishte ndoshtja, aja me madhja shka mujke njeri në atë kohë me e bëm, me kryuë, se deri atëherë nuk kishte egzistu një sistem i tillë, multipartijak kështu, po kishte, kem jetuëm në një monizem kështu, që ishte deri në atë kohë, të egrë dhe të imponuëm, në atë kohë u dha një lloj lejimi që të formohen edhe shoqatat humanitarë dhe një prej tyre ishte shoqata e Nanës Tereze, cila është e dyta me radhë, pas lidhjes demokratike, e regjistruar në ish Ministrien e Drejtësisë të atëhershëm të Jugosllavisë. Në vitin dhe keni përfunduar në Frankfurt tek familja juaj, të cilët kishin marrë djalin tuaj nga friga se i vetmi djalë mos po helmohet sikur të tjerët. Në vitin 92 bashkë me ambasadën shqiptare themeloni për herë të parë shoqatën shqiptaro-gjermane. Ashtu ishte, unë tash masi dola jashtë, nuk pata guxim të qëndroj këtu në Kosovë dhe ndoshta të luftoj me të gjithë kosovarët tjerë, të kundërvijemi sistemit dhunues, një pjesë e jona dhe jashtë. Unë ishte shkolla në Gjermani, pasi kisha vllazërit atje, dhe ja bëna një përkushtim vetvetes. Masi nuk mujta të rri në Kosovë, atëherë të përkushtom të bëj diç edhe në Gjermani për Kosovën. Ishte më rëndësishme në atë kohë ta sensibilizojmë Evropën për çështjen reale që ekzistojke në Kosovë, se nuk dike. Konkretisht në Gjermani, në disa vende, kur do që shkoj shumë, nuk besoj ka askush që mund të ekziston një dhunë e tillë ndaj një popullate vendase që ishte me shekuj dhe me mileniume e këtyre troje dhe e këtij vendi. Dhe tash ne deshëm hap mas hapi, dal nga dalje, t'i bidum ata me realitetin ekzistues. Për të krijuar një pasqyrë reale. Për të krijuar një pasqyrë reale dhe për televiz edhe diken atje që është më i fuqishëm se na dhe më i fuqishëm se vendi ku ishte ku. Cilat ishin metodat që ju i përdornit për sensibilizimin e opinionit evropian, e sidomos atij gjerman, ku jetonit e frekuentonit? Në rend të parë ishte se ne nuk kishëm institucionet tona legale, fare.
nuk ishëm mbështetje as mbikëqyrje as përfaqësi diplomatike, po çdo individ u deshke me luajt rolin e një ambasadori, një përfaqësuesi të shtetit. Po si mundshëm me luajt atë rol? Në rënd e parë me sjellje të mira, me punë të ndershme, me punë të mirë tonën personale aty për t'i bindë të gjithë se ne jem një popull evropian, vakte dënë, dhe i takojmë kësaj Evropë dhe kësaj kulture evropiane. Me sjellje tona të mira dhe civilizuese mundshëm me përfitu edhe shok Gjerman që në udeshtin për me ngritë zanin, se zani i tyne ishte maj fuqishëm se joni. Si një rrugë ndërlidhse deri tek institucionet e shtetit Gjerman. Të shtetit Gjerman, kështu ishte. Me bjen armen në rend e parë, bashkë aty ku jam në komunën afër Frankfurt, gjithë me Frankfurt është një prej komunave më të pasura në tënë Gjermanie, një prej 3 komunave. Eshborni, por në atë republikë ku jam unë të Hesenit, është maj pasun aty. Dhe unë kom pas fatin dhe aty jam vendos, dhe aty jam edhe sot kështu. E bënëm një të bim me disa njerëz të komunës aty, që kishin influencë, ishin disa edhe delegat, ishte edhe një parlamentar e atëhershëm aty, dhe e tregujmë një film, e kishëm një kaset të protestave kur ishte Bob Doli këtu në Prishtinë. Të vitit 90. Të vitit 90. Vizita e senatorëve dhe kongresmenëve amerikanë. E amerikanë që ishin këtu Diogardje, Bob Doli ishte kryesori. E sponsorizum për i këtyne atje, këta kishin nisë kështu. Edhe tash ne e treguam atë kaset ashtu si kishte ndodhur ajo. Në mesin e tyre më shumë t'ju lë përshtypje ai individi që unë nuk e di of kush është, nuk e di emrin, që ishte ul kom kryç në shesh, policia i rrakë ka mujke, hellke gaz lotësielse të gjitha ato, ai ishte ul kom kryç në rrugë para grandit dikun edhe nuk lujke priveni. Pastaj shkuan ta gjelatët edhe e rrahen atë shumë, ai pa fajshëm të nejten kështu me duar të lidhuna, me thanën, dhe aq katilisht i mshojshin, e rrashin dhe ngrishin zhak dhe hypen në kamion. Pasi e hypen në një kamionet, ushtarake dikur, përsëri edhe atje e rrafshin. Dhe me bjen armen atje Leoni më bën një pyetje, tha po mirë, një Gjerman, no? Një Gjerman. Të gjithë ishin Gjerman, pos me edhe vllazërve të mi që ishëm aty, që e kishëm inicu këtë, edhe disa i shok tjerë. Tha po mirë, çka boni ky? Ky s'boni ashtu sen, tha po synajti ul, tha. Kërkuj ashtu i sen, ashtu i shërë nuk e bani. E thash, kështu është tënë populata kosovare që nuk bën ashtu i sen të keqë. Ka bërë fajt madhë që është shqiptar. Por këta e përjeton. Përjeton edhe sene më të zeza dhe më të vështira, ju mirët edhe jeta, kalbe në përburgje dhe kështu. Më pas keni depërtuar edhe në qarqe institucionale të larta me shumë parlamentar, me humanistë të mëdhej të njohur botërisht në Gjermani. Po, atëherë dal nga dale njerin e i cili përkushtohet një çështje kombëtare vjen edhe të qëllimet e veta të ngadalshëm. Ashtu që unë me zgjudhen është një organizat e të hujve, domethënë i lejohet me ligj gjerman, ku konkurrojnë për zgjedhje parlamentare. Se nëse si e gjerman ti s'ki drejt më kanë i zgjedhur as me zgjedh, as me votue. Por për të hujt ishte edhe unë u kyç ata shqiptar nuk ishte shumë aty në komunë, shumë që me i fitu votat, por u bashku me turqit. Ata kam ashtë ma tepër, dhe gjatë votimeve unë e fitova vendin e dytë. Dhe ishin 3 u zgjedhshëm prej neve, u zgjedh një turk, unë i dytë edhe një tjetër. Përsi i turk dhe që ashtu depërtova, një 5 vjetë kam qenë antari i parlamentit në komunën aty ku jam. Dhe aty ishin mundësit pak më të mëdhaja. Ishin mundësit pak më të mëdhaja me ardhë në kontakt me njerëz të cilët kanë influencë në politikën gjermane. Dhe kështu filloi aktiviteti jonë. Me bjen nërmen në vitin 92 organizuam një takim me përfaqësues tonë të Kosovës me ardhë atje, ishte Rita Sismut, aja koordinatorja parlamentit gjerman, si me thanë, si sot Jakub Krasisin që e kem të kryetar parlamentit, kështu dhe ja bën e pranoj dhe erdhën një delegacion, në kryet ati delegacion ishte Indjeri Femiagani atëherë, edhe disa humanitar dëmë Lufgjergji e Basajake, disa personalitetet tjera dhe e bam edhe atë kontakte, kështu filloj një lidhshmëri e gadalshme e parlamentarve gjerman me njerëz e tonë të cilët e udhëheqin një lloj politike në Kosovë. Të institucioneve të Kosovës si një formë rezistencës paqësore që kishim ndërtu si sistem paralel se s'kishim ku tjetër. Zotin Uiqi, do t'jemi akoma bashkë, do të bisedojmë
sepse do të kthehemi ka njëri prej sebebve të këtij takimi edhe këtu në panelin tim këtu në spektaklin Odeon, por edhe të një takimit të madh që ka për synim shqyrtimin e pistave dhe mundësive të zhvillimit të Kosovës. Zotri Naim Dedushaj është drejtor për përkrahjen e investimeve në Ministrinë e Diasporës. Dhe për ta pas më të qartë se kush është zotri Naim Dedushaj, jeni lindur në Vuthaj, por jeni rritur në Prishtinë. Jam marrë si fëmijë, kom lindur në Vuthaj dhe kom marrë si fëmijë në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës. Shkollimin fillore keni mbaruar këtu, Naim? Këtu në Prishtinë, po. Edhe ato të mesëm, në shkollën e mesme të mjekësisë. Jemi njohur që atëherë. Ashtu është. Keni jetuar në Kosovë deri në vitin 1991, kur edhe ju deshëm apo s'deshëm dhunshëm kushtimisht emigroni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në vitin 91, me 4 dhjetor, pikërisht e maj mend dhe datë që kam shkuar ka arrit në New York, nga Zvicra. Nga Zvicra. Për 10 vite, pothuajse 10 vite keni udhëhequr zyren e Kosovës, apo zyren e shqiptarëve, që në realitet ishte zyre hapur e lidhjes demokratike të Kosovës, që ishte një lëvizje e madhe atëherë. E që në këto vite përfaqësonte jo një parti, por gjithë shqiptarët. Ashtu është, më thonë, po sa shkova në New York, me njerë u aktivizova, shkova nesër, sa kom arrit në natën e parë, nesër kom shku në zyrë dhe dësha të informohem se çka po punojnë, si po shkon puna dhe me njerë u aktivizova aty. Dhe që nga jo ditë, deri sa jam kthy, nuk jam nalë asnjëherë, duke punuar për Kosovën. Se atë mundësi e kisha të punoj së bashkut me shokët, miqt dhe të gjithë aktivistët tjerë të cilët ishin atje. Cili ka qenë funksioni i kësaj zyre në atë periudhë? Çka ka shquar më shumë këtë zyrë? Po zyra në Evropë u lejoj këtë që tjetë zyre të Kosovës, desa në Amerikë është njoftë vetëm kjo si një zyre që ka funksionu 7 ditë e javës, pra 7 ditë e javës, 24 orë ka qenë në funksion, bazë prej nevojeve. Qëllimi kryesor ka qenë, pika e parë ka qenë sensibilizimi i çështjes së Kosovës. Pastaj lobimi dhe financimi apo mbledhja fondeve për çlierimin e Kosovës. Kur folim për sensibilizimin e çështjes së Kosovës, në atë kohë nuk ka funksionuar interneti apo shumë pak ka funksionuar në atë kohë në Kosovë dhe në vende tjera. Kështu që kjo zyrë vazhdimisht çdo ditë që ndodhte në Kosovë, ne merrshim informatën në gjuhën angleze nga Qendra për Informimin e Kosovës dhe nga Këshilli për Drejtat e Njerëzit dhe u dërgojke në krejt Kongresin, Senatin Amerikan, në Kombet e Bashkuara. Pra diku shkojshin rreth 500-600 faksa në ditë, ku gjithë opinioni ishte informuar. Pastaj kjo zyrë organizoi këtë demonstrata çdo muaj, së bashku me komunitetet, me organizata të tjera që funksionojnë aty, me Federatën Vatra, Ligën Qytetare Shqiptare Amerikane, Lidhjen e Prezidentëve dhe gjitha të tjera që funksionojnë aty. Domethënë kushtimisht u fuzionuan të gjitha afër synimit. Është hera e parë mendoj ndoshta që rreth lidhjes demokratike apo lëvizjes për çlirimin e Kosovës, që në bashku gjitha shoqatat, organizatat në krye me Federatën Shqiptare Vatra të përkrahen një çështje madhore si çështja e Kosovës. Sensibilizimi në atë kohë kishte një rëndësi të veçantë, pra brenda ditës, brenda orëve, çka ndodhte në Kosovë, opinioni amerikan, Senati, Kongresi u informojshin. Edhe nga drejt për drejt nga kjo zyrë, dhe si që thash, demonstratat kishin në plan një herë muaj apo 2 herë në muaj, varet prej kërkesave. Ne u koordinojshim me Kosovën dhe me Gjermaninë, me zyrën tonë në Gjermani dhe me zyrën e presidentit Rugova në Kosovë. Pra, u bëjken demonstrat në Washington DC dhe herën tjetër në Kombet e Bashkuara mbaret prej nevojave. Sinkronizohej ajo. Shpesh herë, çdo herë që mbaj demonstrata, kemi përgatit artikuj në New York Times. Të përgatitet një artikull në New York Times ishte kogja vështirë të shkruhet, por të paguhet. Vetëm një artikull në New York Times më kujtohet atëherë që u dojke të paguhet $150,000. Kush i jepte këto para? Në atë kohë, i jepshin këta burrat që janë këtu dhe shumë tjerë, shoqatat, aktivistë, njerëzit. Pra, ne arritëm, mendoj që arritëm dhe keni pa dhe vetë se çka ka bë Amerika, mendimin e shqiptarë amerikanëve, shoqatave të cilët nuk u ndalen prej shkurës së shqiptarit parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të thotë se ne kemi bërë krejt punën.
Kjo punë është bërë në vazhdimësi nga themelimi i Federatës Federale Shqiptare Vatra dhe në vazhdimësi në krimin e shoqatave tjera, siç ka qenë edhe zoti Betyqi në Rinia Kosovare, Lidhja e Prizrenit, Balli Kombëtar, Lëvizja e Legalitetit, për cilët pata nderin t'i takoj, sepse unë s'kisha pas rast t'i takoj atje dhe jam shumë i lumtur i gëzuar që i takova, sepse kishim një mendim ndryshej për ta atëherë, sepse ne nuk na lejoj të mësojmë këtu në Kosovë, lexojshim vetëm për Partinë Komuniste, ku ta diun për njerëz të tjerë. Pra, sensibilizimi arriti në atë nivel shumë të lartë dhe pika e dytë që ishte çështja kryesore, që ishte lobimi. Lobimi, e dini se vitin 91 kemi pas 4-5 kongresmen, senatorë që dishin për Kosovën. Theksuat edhe më herët se vitin 89 erdhi aeroplani i parë, tani kur i shiqoj ato kaseta, jam shumë krenar që ka pas dikush në Amerikë të sjell pikërisht në Kosovë në atë kohë kur u mor kushtetuta e Kosovës, pikërisht në aeroportin e Prishtinës bresin 4 senatorë dhe disa kongresmenë në Prishtinë. T'ju thotë shqiptarëve se ju nuk jeni vetun, janë vllazët e Amerikës dhe janë pikërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë me juve dhe vazhdoni pa varësi. Naim nuk do të harrosh mendimin, ma kujtove këtë, prandaj ka kënduar shkurt e Fejza. Hej, hej, vahunë no mos ke frik, se ke gjem në Amerik, vite besës Skënderbeu, që i dalin zota këveu. Pra, çështja madhore që kjo zyrë e bënte është kontakti me Kongresin dhe Senatin Amerikan dhe me Kombët e Bashkuara, por përshëndrimi krejtësisht ishte në Senatin dhe Kongresin Amerikan. Në vitin 91, po të analizoni vitin 91, dhe në vitin 99, kur më bombardu forcat serbe, shihni se në ditë në Kongres kur kanë dalë dhe në Senat votohet për dërgimin, për sulmin e trupave serbe, por thuajse republikan, demokrat, Senat, Kongres, të gjithë e kanë përkrahur vendimin e Clintonit të sulmojnë forcat serbe që i vrajshin shqiptarët. Vendi demokracisë së madhe. Në një vend, ka njerë mendoj dhe ashtu do tjetë, se nuk kanë shku vetëm rastisht shqiptarët atje, Zoti ka qu që ta bëj këtë mirë, ta shliroj Kosovën. Kemi bisedu me kongresmenët senatorë, çka është kërkesa juaj? Ne kemi thonë që kërkesa e jonë është që ta përkrahni pavarësinë e Kosovës, ta përkrahni popullin e Kosovës, mos bëhet vrasje në Kosovë. Dhe kemi lidh një farë, si të themi, një farë marrëveshje dhe aty për aty kongresmeni prej nga ai takim ka fillu përkrahja për çështjen e Kosovës. E keni pa më vonë që është bën një grup për lobizëm që ka qenë pikërisht nga kongresmeni dhe miku i madh i shqiptarëve Elliot Engel me shokët e tjerë. I cili ka lobuar I cili ka lobuar, do të thonë, edhe vazhdon të lobojë Elliot Engel. Të loboj. Vazhdimisht, do të thonë, edhe tani, sepse mos harroni se Kosova dhe Shqipëria gjithmonë ka nevojë për lobizëm atje. Bëhet lobizmi, tregojmë se Kosova ka shumë nevojë edhe tani, mos mendojmë se punët janë kryer dhe na ata duhet të rrim. Shqiptarët e Amerikës, shoqatat, organizatat, njerëzit, biznesmenët vazhdimisht edhe tani punojnë njëjtë që kanë punuar përpara. Pra, jem shumë i lumtur që kam qenë një pjesë asaj strukture, lobimit që është bërë për Kosovën dhe kemi bërë as shumë mirë se kurrë në historinë e shqiptarëve, as në Kosovë, as Shqipëni, kurrë nuk është bërë më tepër. Sigurisht e kishim dëshiruar për mira vjet na im. Këtyre ditëve presidenti i Shqipërisë ka ndëruar gjithë shqiptarët. Ka ndëruar artistët, komunitetin e artistëve. Ka ndëruar me çmimin më të lartë, mjeshtër i madh, artistën e madhe të kombit shqiptar, Shkurtë Fejzën. Shkurtë e nderuar, 40 vjet, 40 vjet karrierë. Në maja, e për majat artistike. Dikur të kishin ndjekur për këngën, besa dhe të kishin burgosur. Për këngën e popullit, që të kishin adhuruar, A keni menduar se do të vjen një ditë e bardhë, kur presidenti i Shqipërisë do të dekorojë me çmimin më të lartë? Dhe vetë the se 40 vite janë punë, sakrificë dhe një jetë bukur e vështirë. Tash kur
me një farë forme kështu më ktheu në retrospektive dhe Naimi kur po thoshte me ato ngjarjet që i përmende në për vite dhe zotërit komunitetit amerikan atje, komunitetit shqiptar në Amerikë, dhe më thonë gjithë shka mua më krijoi emocion, sepse janë vitet që i kemi prekna këtë histori. Dhe pikrisht të kanë qenë frymëzimet e mia, motivet e mia të cilat edhe i kam përcjell në breza me këngët e mia të cilat ende vazhdoj t'i këndoj dhe janë shumë të dashura për gjithë publikun, për gjithë adhurues të këngës sime. Kjo është ajo puna ime, sakrifica ime 40 vjeçare, bashkëjetesa ime me popullin, kënga ime e cila ka bashkëjetua dhe gjitha hallet dhe brengat i kam përcjellë. Dhe cila goxha shumë ju ka parapri proceseve të mëdha. Faleminderit nëse. Ti edhe vetë the jo rastisht, do më thënë ka lind kënga mbahune në mos ke frikë se ke djem në Amerikë, sepse ka qenë shpresa e vetme e shqiptarëve të Kosovës Amerika. Presidenti Nishani ka bën një punë shumë të mirë, edhe të madhe. Si u ndjeve ti në ato momente? Nuk e di, me thënë drejtën sa herë po bisedoj kështu edhe me miqtë e mi, po ndjej emocionin e asaj dite po më duket. Dhe qershori është një ditë që është ditë e paharruar, sidomos për mua, po edhe për gjithë adhurues të këngës sime, të cilët e kanë marrë një këtë shpërblim shumë afër zemrës dhe me një farë forme edhe ata janë gëzuar bashkë me mua. Unë jam ndije jashtëzakonisht e nderuar nga presidenti Nishani, sepse janë 40 vite të punës, sakrificës në karrierën time, të punës edhe të sakrificës edhe të familjes sime, bashkëpunëtorëve të mi, të cilët e kanë ngrit nivelin e këngës sime. Dhe me thënë të drejtën, me qenë se këngët e mia kanë pas një përmbajtje nacionale, në momentin kur pas 40 viteve këngë ti do të thret shteti të cilën e ke pas ëndër gjithë jetën dhe të dekoron me një vlerësim shumë të lartë në fushën artistike dhe para kësaj, do të thonë, ekzekutohet hymni për nder tandin, thirret komuniteti artistik atje i artistëve, të cilët kanë ardhur me të nderuar, kishin ardhur dhe të gjithë edhe kompozitorë të këngëve të mia më të mira, domethënë dhe kolegët e mi, familja ime, po dhe ishte sinqerisht kënaqësi, po tham shumë sinqerisht Naim, kam ndi shumë emocion, sa që më kputën kom tash se faleminderit. Mua personalisht asnjëherë s'm ka mungu për krahja e adhuruesve të mi, sepse gjithmonë me fjalët më të mira asnjëherë s'jan kursy më inkuraju për punën, më falenderu për këngët, mirë po një vlerësim të tillë unë nuk e kam marrë asnjëherë, domethënë prej vetëm në 10 qershor të vitit 2013 kjo ka ndodhur për mua është një diçka shumë e bukur. Ditën e 135 vjetorit të lidhjes së Prizrenit. Që sigurisht do të mbetet ditë të shënuar për jetë të jetëve, sidomos në jetën tënde edhe në jetën e familjes tënde. Shkurta, akoma do të bisedojmë, po në një shesh si ky që quhet Odeon, që është shesh i fjalës së ëmbël dhe këngës së mirë, më mirë se kënga jote asgjë do të jetë honte. Prandaj presim jehun e këngës tënde. Shkurtë Feza! I'm an
bashkohon. Jeni djep që na burnohon, ashtë një gjuhë që flasim tonë, e një tokë që trasim nohon, ashtë një gjuhë që flasim tonë, e një tokë që trasim nohon. Rrugësime për Shqipni, ka për qëllaj drini si, e unisa për me ardhe, por si vala e drini dhe bardhe, e unisa për me ardhe, por si vala e drini dhe bardhe. Faleminderit shumë, faleminderit Sali. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Sali. Do të jemi bashkë. Shumë faleminderit. Zoti Berisha, keni kaluar vite pune me synim lirinë e Kosovës. Sot synoni zhvillimin e saj. Së pari më thoni, me që keni shkruar librin Leadership, lideri lind apo krijohet? Lideri lind dhe krijohet. Keni qenë afër presidentit Rugova deri me vdekjen e tij. Më pas keni qenë edhe pjesë e zhvillimeve të tjera, por nga goja juaj kam dëgjuar shumë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Bile dhe keni premtuar goxha shumë. Dikur keni premtuar 300 milion Kosovës. Është vërtet. E keni mbajt? A do ta mbani fjalën apo? Jo. Kanë qenë slogane korrekt. Politike? I kam premtuar 300 milion pes dhe komunës pes me Klin. Kurse tash i ofroj 800 milion Kosovës. Një ekonomist, një menaxher, i ka ato para, apo gjen forma dhe mundësi për t'ja ofruar Kosovës në procesin e saj të zhvillimit tepër të domosdoshëm? Sigurisht që gjej forma, por fillimisht ato para nuk do të ishin ardhur nëse nuk i shpenzoj unë disa milionat mi personal. Prandaj për të përgatit infrastrukturën e ardhjes së investitorëve të mëdhenj. Sigurisht që po, dhe sigurisht që sigurisht që çdo biznes tjetër i cili ka rrjedhat e veta, dhe sistemi financiar është i llojit të tillë. Do të thotë fillon në xhenezë dhe vazhdon tutje deri në miliona. Do të flasim akoma për këtë. Si e shihni ju si një vizionar i kësaj çështje, sidomos në botën e ekonomisë të zhvillimit, zhvillimin e Kosovës tani, kur në të gjitha listimet fatkeqësisht jemi të fundit? Shiko, ka qenë një kohë pas çlirimit tani që mendimin e ndërkombëtarëve është menduar që me eksperjenca atyre menaxhuese dhe drejtuese, ka mundësi që e lehtëson punën tonë, punën e krejt qytetarëve të Kosovës, po edhe diasporës shqiptare. Do të thotë, është një formulë e gatshme nga ndërkombëtarët. Fatkeqësisht u vërtetu që nuk qëndron ajo, nuk qëndron, s'ka asnjë formulë. Kryesisht formulat e tyre kanë qenë dështim në ekonomi. Dhe kjo mund të lidhet edhe politikisht, sepse nuk janë kryer disa gjëra dhe
është cungu procesi i zhvillimit nëpërmes pjesës politike të pakompletuar. Unë e shoh kështu dhe nuk la shumë faj në proceset e zhvillimit apo në proceset e qeverisjes Politikës vendore, me tonë? Nuk i leni shumë faj. Ka interferenca dhe ndërkombëtare, thoni ju? Absolutisht. Sigurisht që po, për shembull që e marrë sektorin e energjisë, banka botërore dhe institucionet tjera, por bankën botërore thëmë kështu haptas. Banka botërore nuk mendon që ne do të krijojmë dhe të gjenerojmë kapacitete të reja të energjisë. Por njëkohësisht flitet në gjitha konferencat që i dëgjoj unë dhe sugjerimet që vijnë nga organizata ndryshme me akuzat mëdha që duhet gjenerohen vende pune. Vende pune, fabrika, çfarë do biznesi pa energji elektrike. A ka pa kush? Nuk krijohen. Nuk krijohen. Tani, sikur të kishim lumej, liçej dhe të krijojmë energji elektrike që është pak më e lirë dhe më e shëndetshme me hidro. E vështirë për të filluar, po më pas e lirë për të mbajtur. Mirë. Tjetra është që promovohet shumë, e shoh dhe më vjen keq, promovohet shumë energji alternative. Energjia alternative nuk zhvillohet tash, ka stagnuar në Amerikë, në Zvicër, në gjitha shtetet e perëndimit, edhe nuk ka shans që të gjenerohet në 10 vitet e ardhshme, sepse situata ekonomike financiare që ka kablu këtër botën nuk e premton. Pastaj janë edhe pengesa tjera që kanë vazhduar, kanë qenë vazhdimsi e problemeve është edhe ligjet, mungesa ligjeve, dhe kur i kanë kalu ligjet nuk i kanë harmonizuar. Zoti Berisha, 800 milion euro. Shumë e madhe parave, jo vetëm për Kosovën, për gjithë Ballkanin, Evropën juglindore. Si do t'i sillnin Kosovë ato? Me çont. Me çont. Bukur shumë, po na me çont i presim. Jo me çont, ka përfunduar me çont. Unë deshta para se të lidhna me ato profesionale, deshta vetëm kur i përmenda ndërkombëtarët, i përmenda vetëm për një arsye, kur gjatë tjetër. Se qeveria tani dhe institucionet e shtetit tash në vazhdimsi duhet ta kuptojnë që gjitha proceset e mëdha kombëtare kanë shkuar nëpërmes diasporës. Mesazhi juaj është? Mesazhi im është që përqendroi, lehtësoni ligjet për diasporën. Ne i kem tollat tona që i kem fituar atë dhe kem bizneset. Mund ta ndajmë një pjesë të biznesit dhe pasurisë tonë të investojmë në Kosovë. Po më e madhja është që na mund të sjellim partnerët tonë që kem atje, që kanë shumë më shumë se na. Partnerët e huaj ndërkombëtar nuk vinë këtu pa shqiptar. Kaq. Zoti Bytyqi, si e shihni Kosovën pas disa vitesh, pas përfundimit të luftës, e sidomos pas këtyre 5 viteve pavarësi? Është zhvilluar ajo? Kosova, kur e kom lënë unë, edhe atëherë isha shumë i emocionum, megjithëse edhe tash sarvi në Kosovë, sepse kemi ndaj shumë kohë jashtë, edhe kisha me i trit, kisha me i otani fjalë, se rrinin vendin e juj, sepse vendi i huj nuk bëhet i yti. Asnjëherë. A do t'ishte mirë që përvojat tuaja të krijuara në diasporë, në mërgat, të sillnin Kosovë? Po, me gjithë qef edhe kom tentu e pak, unë nuk kom ashtu, vetëm sa kom shikue se ku qëndron edhe në vërtetën e kom pa edhe Elmin si e kanë zvarit, ka fillu këtë punë që 4 vite, edhe me gjithë se ka qenë puna për vizibilitetin edhe tona tjera, por tashti si duket inshallah ka ardhur pak ma. Edhe që i tha ligjet ato të mund me i kalu, edhe ma në kuja shpjegaj shumë a mirë se është ekonomist. T'jem qartë, du me mbrojt në këtë rast kryeministrin e Kosovës, sepse është mundu, ka shpejtu ligjin, pastaj mbështetjet shumë të madhe, të fuqishme dhe profesionale ko marrët nga ish-presidenti i Kosovës, Begjet Pacolli, sepse e kupton më së miri biznesin në Kosovë për çdo politikan. Ftoj artistët e humorit për një pikë të bukur artistike, në nduar tokitje tuaja. Og! Sali! Oge! Amre, që kini? Aspenina, gjën Feriz që po thira? Sali! Frez? Po thirë Ferizi! Kuja që loj bashon të mu prisha i frez, bre dreqe.
O Sali! Jo Frizi, po të thirë Ferizi. A shpëngrina që koj? Hoj, ku. Po ku merë vesh kjo sa pula në telefon, ku për mu. A i fën? Sali! O, Gjaferiz! Sali! Ha? Hajde bre, se mirë vesh të beto atje se kur që gjenin s'ka. Hajde. A, Sali aty. Hajde Feriz, welcome. Sajlovski? A ku je A je mirë që shije, apo më mosh me shnit? Kanat ka pak, Ullin mëth. Kumull? Mëth. Vallaj bre Feriz, mirë jem pa jenë boda vjeto Feriz. 84 vjet une. Vjet? Ja, si vjet. 84 i bona. E vjet? Pa si vjet, 84 vjet, une. E vjet? Pa si vjet e? A të djalli, ma ka përzima, ka bo lamsh me vjetë, si vjetë. O, po thët, si vjet i këm bo 84 vjet. E vjet? Që vjet? Po vjet i ka bo... Si vjet, 84 vjet. E si vjet? Po që bëge, si vjet i ka bo 84 vjet. E si vjet? Po si vjet i ka bo... Kalaj. Si vjet i këm bo 84 vjet. A vjet 83 vjet, par vjet 82 vjet. Dhe të i ka... Si vjet i ka 84 vjet. Sa vjet? Që sa vjet? 84 vjet si vjet. Si kër vjet? Jo si vjet, se vjet i ka pas 83 vjet e si vjet 84 vjet. E pëse për piska se për një? A për një, Allah hile Feriz, e qësh je? Ha? Ba sa qysh je? Ha? Vala i mirë për me ankesa. Qaj që, a var qëndresa, e? Ha? Nuk pa thët qëndresa, po pa thët me ankesa. Aha, alvesa. Javla ko ka bo mirë ma si ka kanorë dyjat. Ku jo, as qëndresa, as albesa, po po thët me ankesa, mu anku. E ku shë shku? Ku për mu. O, nuk kanë faj vetë vendosja që gjujnë me vose, ty du të me gjumë me pull, këje. Allah hile Feriz. Apo më kalëgjat dishka drejt. Ha? Apenina? Apo më kalëgjat dishka drejt. Ha? Drejt, pa da më kalëgjat dishka. Drejt të pak. Ha, po. A je lien mujnë në nona më shjegut, je lien mujnë në shtatë që ke pas me shku në ikone së të ka prit. Ha? Po thot, a je lien mujnë në nona... Pëni, matë vogël, po. Aha, mës je lien për hatë mujnë në shtatë. Jes, pëni, matë madhe. Pas... Aga po thot, mës je lien mujnë në shtatë, se të që si i vogël i holdi, mës je hini pak. A Sali këtë nëre gratë kanë lind ani që ka pas ranin. Ka lind për vitrini fmi, unë shkollë kur ka shku fmija, ka lind 2 fmi, ati që me pas punë edhe mësusat, me ponzonca. E, mërë Feriz, qështë moj men? Ha? Pa thamë qështë moj men, Feriz, me qëto 2 durët mija ta këm prej këthinjën. Ma qka? Po thot, me qëto durët këtina, e ma këpa të mija ta këm prej këthinjën. Kështë e ka ngu s'fizën? O, jo bre, jo ingjën fiz grunë tonë, nuk e ka ngu s'kërkush. Po thot, me qëto 2 durët ta këm prej këthinjën. Aha, ta pas ka prish dikush pëshisën. Apo? O, jo bre, as fshizën, po këthinjën. Për shamull, D-R-I-T-A-R-I-A, këthinjëza. Aha, këthinjën. Po, Sali prej kuri ma ke prej këthinjën. Barë, ku për më dhamë? Ja, s'kem dhenë, 36 copa i kem pas i kem hekë se bëjë shënda. O, s'kini a! Ja, hekë dhe dhe. Po, nuk po thet bragë dhenë në kështu dele, nuk po thet, po thet, pej, barë ki për më dhamë si ma ke prej këthinjën. E kush e ka ngu të fizën? Ku për mu? Ku për shka mërë? O, jo fizën, po këthinjën. Da pas ka prish fshishën dikush. Ka të rëni tash, të rëni tash. Të rëni tash.
jo, oge, as fshisën, as këthinzën, po për shambull A, B, E, T, Arja, këthinza. E qëllimshim. Qëllimshim? Pullat e Petritit. Ta që ka ndryshu. Ta që ka ndryshu, sa ma pullat e Petritit, po ta që pëthojnë zëjt e tunes. Tali, barku. A beti barku? Barku. Po. Ku jemi të barki, unë do të veqoja disa veqori barkore të njeri. Feris, grihun e kam. S'kom su, Sali. Pa ngrin kom. A drejton mirë. Kjo është trupi njeriut. Kneje ka zemrën. Nuk ka kinez, se ti shko kinez e kish pas a i zemrë knej si këta telefonat me 2 kartela. Kneje po se dan melqine, ka shtin këpek. Kurse Ferizje po se dan një trup virtual. Shumë modelist, ja shushëm, i bëgjodnishëm. Se për kesh, Sali? Për qef. E ki trup vital. E je për qdo... Sali, nuk kam mirë me kesh me njerë, se jenë të zotit. Ja, s'pa kesh me njerë, po kesh me trup tonin. E ka një trup vital. Ashtë maniken, ashtë jashtë për manikenizem e lebendizem. Që tha bre, që tha, këne e ka zemrën, nuk i ka nuk e kinet mi pas 2 zemrën si telefonat të 2 kartela. Ka pas këmishë me 2, si pësë, që pësë. Borë, kune mirë, je për bjë të livit fiz mirë. Qaja. Me Sali. A ullëm, baj se... Po ullëm që dhe, për nga i ka djeli malë. Koj? Djeli. Qazimi? Djeli e të rosa që plongë vesh, për të kalzej. Më Feriz. Me Sali. Më kujtu se hanë e danje koj pushkës ti. Për që ashtu është, Sali, për mu kujtu e që ty, kur ke linë ti, kanë qitë pushk. Kanë qitë pushk për gëzimit. Jo, vëlloj, Sali. Se? Kanë qitë për jedhnimi se baba e të kishtë qitë pushk për jedhnimi se ti kishtë godë për dojve dhe kesh. E të ka qitë pushk për të avron nonën. Feriz. Më Feriz. Veli vëlla, Feriz, edhe ti shumë në lufta ti ke përjetu. Ma shumë ke përjetu lufta se sa dikur se këqyr filmane për televiziora. Lufta ti ka shpesh, ti shumë ke luftu shumë. Po, vëlloj, Sali, plumin trëptamin ka hi së në shpit vetë, ka hi e ka dollë kur ka dollë. Po, vëlloj. Haj bom. Po, pasha zotin. Një koni plagosin shumë. Ani dë farë shtramona sa het kanë gjuhet kanë plagos kës po të imer me të vrabër. Apo, lëpje, Sali. Qa pa thet bre? Qa pa thet këqyr me të thot, a shone. Akes do të mi kalzu, Akes. Po, që pa thet je kësi, a di pra to që këna pos me brina, a di që e lidhë shumë në fillim, e tani u zgjith kënë fond, ati adin viken me disë nonës, adin me besht ka herë. Ljopa? Qesh të po të thet? Feriz, ngrihu në kam. Kesh brej ngrit para uta? Edhe hen ngrihu. A dhe hen më ngrija? Feriz, prej sanë që t'pa ki gjak, bërsh një gjak bërq. Gjak që si t'kuqa? Një gjak bërq se m'ke tho ljup. Ani Sali su bonomi se te merito me tonë dhe më zakë për ljup ma bëte, adin e zbuta. Sali! Orda! Ta o gjoku për, shfar gjoku grupi, shfar gjoku kia O, A, B, A, O, B. Valaj, unë jem kote doktori, e kom veç qfar gjoki kam, tha, shki gjak ta gjerre ki. Po thët... Grupin e gjokit e ka 0. Ja, ka de gruja, mati. Qa për tët? Qa dhe herën? O, jo bre, grupin e gjokit e ka 0. Për, Brazili fitoj, shtash të Meksike, 3-0. Për. Kushe ka shenu? Neymar. Ja, s'ka morën, ka ta shviqerë, ka morën. Neymar, kë futboleri, kë me kështë. Qa për tët, bre? A di qka? Mirë në vet! Kova!
Kali! Po këto jam. Këtë më pëlqy lofi shumë e ty, për na shkaj përkthysi. Shko, valla. Takomi të hanën dhe pasë më. Këto i, a? Po këtyve. Po, se na iki përkthysi e duhet. Motën e mirë, kale fri. Valla, shihemi mirë. Hajde shihemi për tira. Hajde kale mirë. Hajde të lërin. Qevën e tjera. Hajde. Hajde shihemi. Hajde. Hajde. Nëse do të flisnin sot për patriotizëm, çfarë mund të quajmë patriotizëm sot në raport me Kosovën, apo me vendin në përgjithësi? Të angashohen në edukatin e shpirtnave të njerëzve. Ajo është primare, nëse neve na shkon për dorë dhe Kosova e cila është 70% rinore, ta edukojmë këtë rinin e rrugën e mirëfill, t'jeni të bidur që Kosova do të hesë rrugës së marrë dhe rrugës së Zotit. Jeni drejtor në Ministrinë e Diasporës. Si mendoni ju të sillni potencialin e madh të Mërgatës, sidomos atë ekonomik në vend? Për 20 vite të kaluara, kom një përvojë mjaft madhe me Mërgatën shqiptare. Kom vizituar Australinë, Zelandën e Re, Evropën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gjitha pjesët dhe unë po thuaj se vetëm këtë punë e kom bërë, tani jam të kry doktoraturën lidhur me diasporën, e kaluara tashmë edhe vizioni im në të ardhmen se çka presim, çka unë mendoj se ky kapital që kemi ne nuk besoj se ka askush në botë dhe në çfarë formash duhet ne ta gjejmë ta shfrytëzojmë në mënyrën më pozitive. Departamenti që unë drejtoj mendoj se është të bëni punë të mirë në sensibilizimin dhe bindjen e tyre që të vinë në Kosovë. Në këtë konferencë, po forum ishin pjesëmarrës dikun 200 biznesmen që kanë investuar në Kosovë dhe ata të cilët kanë shprehur dëshirën që të investojnë në Kosovë. Shumë e nevojshme që të përgatitet ta quajmë një paketë të veçantë për lehtësirat për diasporën. Duhet kjo të bëhet sa më shpejt, mendoj se pak kemi vonuar, por duhet gjithsesi të bëhet, pra lehtësirat të veçanta sepse kanë bërë edhe vende të tjera, siç është Armenia, Irlanda, Shqipëria e vende të tjera në rajon po bojnë. Dhe ne duhet, duke u bazuar se çfarë potenciali kemi, Mërgatën sa më shpejt që është e mundshme, besoj se edhe Ministria do ta prezantojë te Qeveria e Kosovës, do ta aprovohet, pra do të kërkohet ndryshimi i disa ligjeve dhe mos të ndalen. Nuk kemi nevojë shumë të bindim Mërgatën, bizneset e diasporës që të vinë në Kosovë, sepse Kosova dhe Shqipëria është veri tyre. Por ne duhet hapim dyrë, ne duhet bëjmë çmos, ne duhet hapim bëjmë lehtësirat dhe të jemi pranë tyre. Trokitjet, sepse do të vi Sofia me ekipin e saj. O të hangë të dreqit hangë. Jo me si hangë që ta heq, jo në hangë neve këtu se 800 mishe. Jo 800 mishe, 800 milion. S'ke në sanë për dorë, ka s'kër që heq. Kejtë më sa feshi bina, mirë romaj një mira për lollni, që a kishe ti zakon që ishte me po. Shte garant. Kjo garant më në kësyrë loj me shumë, abden të kotë ja po fëmje shuni ka me ty. Mirë Roma. Mirë Roma. Mirë se ke orë. Mirë se gjeta. Profesor ti. Po, jo gati. Edhe pak më vonë. A po ashtë ka kajnajmë kë? Prezentona më shafirë se... Kjo është ministri. Ik se këta me nehre. Kjo i ministri shtjasht, na? Po, do vjam që nëshën më rëmba, që a mojnë për bëti jashtë atje? Ata miri kanë punë. E diasporës. Po më në me i pru këta këto, diasporës. Ka për më nëshë mi pruhe? Ka që njash mi pru Po që këshyrë, biri e bëne fukara lakun 3.000%. Po e lejtë se na kënar, a? Jo me investu. Ku për den Që njeri ju 700 milioni ka pru, po dhe me investu. Me investu, pa ti shta krizë, sot. Të dhe dorsma i ka pos, saj kiset 40. 40, që ro puna. Ro biznisi. Ro, që që ro.
se zotë ro puna, a i sot për të thirë njërin dosëm kesh, që aty e thirë i shkurtën, so, po vje kja dha shmimin, qish pa kesh ka. Nëse për qesin takse të një. Ja va në shmim, tha i shkurtë vëlloj si kem kushtet, po tha kje për qef për bëni, se zotë në arru të ndekëm dhe papore. Tha, hajde ma lirë veç në mi veç refrejenet. A, ke qash që kut, më shumë me raj, a? Unem, blebrej maqine kërset i shtaboris të pas ka rrit? Këto e në lule. Ke lule janë. A, lule, në falë, se na bërë vëlloj që aty në shpije vjetër, na ka bo bori a dyshysh. Shkurt, për qështë kam? Urime, qmimi maj madhë në shqiptari, mirë me modhja. O, këm kesh me djallin tam, sa ishtë për shkolla, për din? Oj, none, tha shkurtja, ma mirë në ko, thirë tha me, se kena të marru shpi, a për din? Këm vjetër, se tash adin që tanë mjeshtri maj modhë të menu që ti je mjeshtre. Tash, oj, ljop. Si tha djallit mjeshtër e kongës. A? Mjeshtër e kongës, jo është po e shkurt, a i ljop, a tash është ljop, mua i zem, a i me di ka të pyte palire se kishtë. Që shumë djeve të në ato emocione, ke mo një qmim, a di qysh, ti e ke meritue, a i qmim i vëgël për ty, ti e meritën edhe një qmim me morë për shamë një për një, që një luk qojtë. Më pëlqen se e ka atë zotë mirë, na me shkurtin në rrit, jo një shpek shtypi në rrit me zonë në sojna, me kongë të sojna, une me dollë, me rrit, dikëm, për shamëlla, disë një gruat këshive kom rritite, dy kongë sojna e këm guë e më dollë e këm futë të rrit. Po kjo të qysh dhap tarë qëtë trupin, hajde vesh pak që ma do një vija që damore, apshe damore që le? Do me plas. Kja? Damore. Ha, kishe kja të ashoj, zëtë runa. Jo, se ka mërë. Ti mërë 100 kongë, po? Jo, ma shumë. E ti që ma shumë për 100 kongë, dhe me thonë që i qitë e shetash, adin? Po, jenë ka 100 kongë për 100 shekuj. Kjo është e pasherë, është e sinqertë, është se a ke po shihretën hamam 100 kongë, dhe lek në 1 kongë pa tokën me 3 trenin 100 vagona e krye. Oj, ministria jashtme. Diasporës. A diasporës. Shka për bënd ti dhe me thonë për ata jashtë që mi punësu këtu? Ka i punësën, që ata mërë janë kek, u rras, njëftësi. Ka? Jo, në po dojna me i pru, këta që kanë, që pas kemi morë në qoftë. që ka dhonë shumë për Kosovën, Kush ka dhonë shumë? edhe me investu këtu, edhe me ha vene të reja të punës, me i punësu rinin e Kosovët, që janë me të përgave, edhe kjo është ajo puna jonë. Ku një hingjë në aspedive që pas kënjet me mytë vetën, ma të investim. Po ku për dëni me investu e qyshe? Po shka dëni me investu e? Shka dëni, veç të lidhë që batlovën me badëfs e tani me prodhu rrymë, qaj është ideja shumë e mirë, unë e me nej për shamëllë. Ha? Shka na em dhe me kjo janë në qavë, gjakënisht tim këndështën muë, shka na em? Ja, jo në për rrymë zdi kur gjanë. Për rrymë zdi kur gjanë? E veta një tite Mihrija, në përdin? E veta thash, Mihrija për ju shkën, për shpërthen më të rame. Për shpërthen? E veta Mihrina për ju shkën harqa di për shpi, tha jo vëlloj tëna për na shkojnë veç biberja, thash se biber, tha se na imi bibera vetë, gjithkënisht një hundë. O, dolla të lasë, ha. Mi vesh dhe të mishat bardha. Mirë mëroma. A një mirë? Mashallah, ka kesh nëshë, ka qishme. Kjo është i këpuzit Klinës, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Hello, vandista nine, okay, hello. I got. A se ke mësu anglishtën hi, Sofia? Se me mësulet e mësojnë ata, qa për bjën muën shpeta me anë me mësu anglishtën? Së nga anglishtën mësaj, turqishtën mësaj, kure ke mjetë me mësu gjuhën tërë, për shpitun. Mjetë të më qepë për pishat japë, që? Hala që a ki dhe ti dëshok interesant, halal kërp na em. Lëmë, a ke po shpa musafiri bjen tonë në fëndësën falimdjer për tesën, dhe është zoti kjo emision ka jetë hamomin, jetë jap një jë, i qëtë një pare që aty edhe dhe djetë dhe orin e sëfejnë. Ka që është zoti pa? Ta dojnë me i vonë jetë venit, me i vonë dritë. O, dritë kena bëllë, për mënej në sabat, deri në 6 nakshëm, ta e nolin rrimën dritë s'ka hesh, për drita zotit egzistan, edhe së da që di, shka për nën edhe shka veproni se nise vije juaj e më set. Apo? Shka i thotë si vija ju? Me mëroma? A për ljollëni, sjeni? Që shka lutë me na imin? Shumë mirë. Për ma? Po, gjithmonë mirë kem kalu me Në orë dhe i herë kalën i shkelqyshëm. Po, kalu me mirë. A mona im ki ka mungu në 2-3 orë, për që ata ki kalu shumë mirë. Mësë, nga, ti e i ri, mësë, për me kalu shkelqyshëm. Qatë për mdo këtë shkeftyr si një aktori njefshëm, bre? Najnë, bre? Si një aktori njefshëm. Si Lori ja, në kështë. Ja, si Lori ja. Nuk e di, nuk jam aktor, po. Nuk jam aktor. Je, pra, a ma ti plum kjo orda? Jo, veç
Nuk e kena pyetjet e forta, s'ki nevojë. Si kanë qita të plën për kështu kështu vetë? Ej, mirë, ua, Pas ka mush menin e Dirama që Berisha ka antiplum. Valla, po ta me thonë diçka prej Dirame, për nejse të mëj. Mos më thuj. Qish për njëne, ke lije jutë, ja? Po. Ku e bleve këto? Shka në Amerikë, Lori me ka bo këtë A ka shkru veta? Po, edhe ja kom prunu Naimit. Me gjithë se është anglisht. Po ty bëna imi që shiko dhe punë s'ka ku me ledzu hezbe që apja. Po, po, Apja ku t'ja. të kua, për din? Oj, ljop, o, ta ha, që para më sa tërë bën boni i horë. O, ta hongë të dresh, të kryet, që e djole? Që djole jam se këta në të Amerikë? Që vëna imi? Që se këta nuk dhe në dhunë? Që djole jam se këta në dhunë? S'ka po ku e pojt? Ka dalë dole jam pore, se dhëtë me një fartatikit e pasi për qafet të kishë. Edhe poshtë, hajde kështë për folë, për të nome se ka dojë nonën e vetë qashtë. Qa vëna A që va mi morë parë? Që nënë se A fa një njeri ka orë për Amerikë mi prunë 700 milion? Nuk i ka ky parë të njepë që shimojnë anasi Më nuk po mi të e sa Ka ka tirat me shtije brr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 
rre. Sot të keni na nuk përqere, sot të keni pasha zotin po. Sot të keni na nuk për ju mështoj na kërgjë. Që shkesh. E këmë. Ka me bërë pojët bëshëm që da rajnë, më të kesh aty. Ka me bërë. Sofi, na do me horë për këto pare? Si po na horë hes na em. Hajde, atë sot asaj ditë ta kam i dhon porët, për kam i mort. Ti e tërkosh. O kini me investu që qa për i thëm. Se i me ta bërë që ti na shisht kem? A je mirë? Mirë vëllë. Si qërë, jam mirë këke? Gjoliri më sëlla. Po, para... Qaj pas kështë ta minila brajni, morë veshër? A i një të martu më falë kështë për një pyte private? Martu më një? Gati jo. Dhe me thonë veç i te jumë. Qështë dikur. Po, qështë dikur. Ma shëllet, gjoliri këtë e bërë. Po, barë si bora. A kini problem të shpi grave? Po mos më ngutë shumë se kam pak me më ngutë. Që la është kamila shtyre, qëre te, nuk i nevoj. Me ngus njëri se bëlli mirë, ka orë të me investu qëre, vlovi jati libre, pjat na imi, apo për najsa jo. Se ja kom qitë dore një kante. Bol la e djera, por... Për të bëj zelioz dhe të ndoj, e të marret bona një herë posne. A ki Ferrari? Jo. Unë nuk du për Ferrari, as përshko që vesh mire më ma blejnë një iPhone. Ma bërë orë. Cili, Naim, cili kosha, shurbe, cili kosha për 800 milion euro, Naim? Urna? Cili për investan 800 milion euro të? Kom shia janë. Non, dhe e fura pesha. Po ta hongë drejt shqiptashin. Hajse një herë vesh adapterat ma vunë në adaptojnë. Po shkutë na. Për ma? Qa i thata një? Atë nga të i thata një të kolla të atë në? Shihretja? O zoti Mahmutin ja vrot, tasojna, se e këndit që kur, e këndit. Ha! Nëse manja lidhet me trunin e... Jo, nuk e ras me njët, hëtë pak magnet e myte. Nisën zetë qashtu, dhe pak më lejtë. Vetë qysh pëm kop magnet se por, ja pëshesh këtë. Qa për afrona na imi ta? Ja mu s'ga po. Non, pa ja morë të kimi kësë lo. Të na është respekt një morë diqka, pëdin. Të marrë merë për diçka shumë mësë, merë kimika, ja apja merë afishtin, kur që se kimi? Qa kimi ku merë diçka ma shumë? One me na imi ngam. Qa të na done, one merë afrona mi të është disa shkjolla që i kje na këtë. Mon është me pyet? Nga s'killa shkollë vini? 4 dëshmorët më shatin Ratkovc. Ekzë. Sa njëllë që a kini shkollën e juve? Sa njëllësa. Na pa mundohë ma shumë me bon zonë sa matë mirë e njëllësët mire duktu. Nuk mënë, shko njëllë sa shumë. E sot thamë na shkollën e juve kam trajera? Se di. E s'ka bërë të shkollë? Oj, none. Ha? Po si pyqe pari që drejtore se kemi ka përshborë. Jo ke... Kur lindi dhe kur dhe Skënderbeu? Ka dhe me thonë jeni drejtëri shkollës, apo? Ja.
Jam adhurues. Vesh një minutë qetësi, faleminderit Erna. Jam adhurues I muzikës, I folklorit. Folklorit. Dhe I përshëndes ta shqiptar amerikan se ne kanë armën. Dhe shqiptar, s'ka amerikan. Shqiptar, të Amerikës. 800 milion ai binë, 800 milion, çoj ku ti çeton atë. Ami datë lindja numri telefonit. Liman Marina, arsimtar. Edhe herë se duhet të kites la. Liman Marina. Liman? Liman, po. Mi hollë këti e ko emrin mandalina. A vlovi vetë e ko emrin portakal. Jeni, në shkolla, po? Shkolla fillore, 4 dëshmorë, 3 kos. Jemi të njëjtës shkollë. Apo ti drejtor, profesor, profesoresh? Po. Profesoresha? Arsimtar. Arsimtar, sa më që më dhënë si në shkollën e juaj? Jemi 20. 20, sa pi bjeni 20? 40. Falë shqip 20, falë shqip. 40. A meritoni gjithë të jemi ato, apo bishkini hiqë ashtu me të njësëm? Ja, meritojmë. A ka kvalitet në shkollën e juaj? Po, ka. Sa më? Po që shkollë? A je mirë? Familjen se keni? Mirë, falenderit. Jeve qa për bënja, qa për zimja, që shenja, si quheni? Quhem Gjevajl Miftari, jam arsimtar nga shkolla mes me ullë të Bazajeti nga Gjilani. Jam këtu me kolegët e mi, profesorin Ahmet Kastratin, profesorin teknologjisë, profesorin Nazmi Biçku, i edukatës fizikë. Nazmi kushi? Biçku. Qa paska këtë bëjamë banal? Ja, mirë shumë. Shka do datë një falni? Unë jam arsimtari matematikës. A, 3 herë kotra? Po në dëmoj. Falinderit Zoti Berisha që ishit me ne. Falinderit. Zoti Betyqi, falinderit që ishit me ne. Muiqi, Sevo, falinderit shumë që ishit me ne. Kurte Tejza, kurte që ishit me ne.
Realisht, sonte ishte kjo e tëra, sigurisht për parë javën tjetër, me këtë diçka ndryshe. Plani mirë, ndroni bukur e zgjohuni në pasë. Natën e mirë, miru pasën javës tjetër.